Në mes të Adriatikut, mbi një ishull të zhveshur nga bimësia dhe pothuajse pa ujë të pishëm, Jugoslavia ngriti një nga burgjet më famkeqe të saj, Goliotokun. Ishulli ishte i rrethuar nga deti, i goditur nga erëra të fuqishme gjatë dimrit dhe nga një vap përvëluese gjatë verës. Vetë natyra e bënte arratisjen thuajse të pamundur, por frika më e madhe për të burgosurit nuk vinte vetëm nga deti dhe shkëmbind. Goliotoku u hap në vitin 1949 pas përplasjes së Titos me Stalinin. Fillimisht aty dërgoheshin njerëzit e dyshuar se mbështesnin Bashkimin Sovjetik, por më vonë burgu u përdor edhe për kundërshtarët politik, veprimtarët kombëtar dhe njerëzit që regjimi jugosllav i konsideronte të rrezikshëm. Shumë prej tyre dënoheshin pas hetimeve të rënda, akuzave të pambështetura apo denoncimeve të bëra nga njerëzit e tjerë. Sa po mbërrinin në ishull, të burgosurit detyroheshin të kalonin mes dy rreshtave të gjatë me të burgosur të tjerë, të cilët urdhëroheshin t'i godisnin, t'i fyenin dhe t'i poshtëronin. Ky ritual ishte vetëm fillimi. Brenda kampit, të burgosurit detyroheshin të kontrollonin dhe të denonconin njëri tjetrin. Ata që refuzonin të bashkëpunonin izoloheshin, merrnin më pak ushqim dhe ngarkoheshin me punët më të rënda. Të burgosurit thyenin gur, bartnin materiale të rënda, punonin në gurthyes dhe ndërtonin objektet e vet burgut. Etja, uria, mungesa e gjumit, puna raskapitse dhe dhuna fizike e psikologjike përdoreshin për ta thyer njeriun. Në Goliotok vuajtën edhe shumë shqiptar. Numri i sakt nuk dihet, por vetëm për periudhën e hershme të kampit dokumentohen rreth 400 deri në 470 shqiptar. Numri i përgjithshëm besohet se ka qenë shumë më i lartë, pasi shqiptarët vazhduan të dërgoheshin aty edhe në dekadat e mëvonshme për veprimtari politike dhe kombëtare. Mes emrave më të njohur ishin shkrimtari Teki Dervishi, veprimtari Sabrino Vosella, Pajazit Jashari, Ali Aliu dhe shumë të tjerë. Disa u dënuan për organizim politik, disa për kundërshtim të pushtetit jugoslav, ndërsa të tjerë për kërkesat për të drejtat e shqiptarëve dhe për lirinë e Kosovës. Pajazit Jashari madje arriti të ikte nga ishulli duke notuar disa kilometra në det. Ai mbërriti deri në kufirin italian, por u kthye nga autoritetet dhe përfundoi sërish në burg. Historia e tij mbetet një nga përpjekjet më të jashtëzakonshme për arratisje nga Goliotoku. Sot ndërtesat e burgut janë të braktisura, por kujtimet e atyre që vuajtën aty vazhdojnë të jetojnë. Goliotoku mbetet dëshmi e një sistemi që kërkonte jo vetëm të burgoste njeriun, por ta thyente atë nga brenda.